Dhe ajo që pam sot të raportuar nga mediat për rastin e Shehollit e shpërfaq qartazi angazhimin me interes të veçantë të strukturave shtetërore të Serbisë të mbështetura në mënyrë ekzekutive nga BIA, si Agjencia e Informacionit, komunikime direkte me shefin antiterrorizmit BIA-s me zotin Shehollin. Për operacione të ndikimit brenda Kosovës dhe për strategji të cilat janë plotësisht në përputhje me ato të cilat i identifikojmë dhe elaborojmë në vazhdimsi ne në kuadër të Institutit Oktopus si teknika dhe metoda të strategjisë hibride të Serbisë kundër Kosovës dhe që konsistojnë në destabilizimin e vendit tonë, në thellimin e polarizimit në vendin tonë, në rritjen e mosbesimit ndaj institucioneve të vendit tonë dhe në operacione të cilat në veçanti manifestojnë opus operandi, modus operandi të BIA-s, sa i përket një aspekti tjetër që lidhet me dosja sekret 2, nëse s'gaboj e pashte portali i RTK-s gjatë ditës, për nxitjen e radikalizmit fetar që është në përputhje të plot me narrativën e Serbisë për ta portretuar Kosovën si radikalizëm islamik, si vend me ekstremizëm islamik. Dhe ishte një frazë aty që Kosova të paraqiti si Kandahari. Pikërisht, pra mos të harrojmë, bëhet fjalë aty për instruksione se si duhet të ndërtohen xhamia, ku duhet të ndërtohen xhamia, me cilat fonde, me fondet e ambasadave. Pikërisht, pra rasti unë besoj, nga ajo që pash unë besoj që prokuroria ka përgadit një akt akuz mjaft të argumentuar, duket shumë përtej dyshimeve lidhur me ato që mund të quhet pretendim në këtë fazë, dhe jam i bindur që tashmë kemi të konfirmuar kapacitetet institucionale të Republikës së Kosovës për neutralizimin e kërcënimeve që vinë nga spionazhi. Pra, ajo që e kemi parë në të gjitha këto raste që i përmenda, e konfirmon rëndësinë që ka bashkëpunimi ndërmjet OKI-s, policisë dhe prokurorisë në neutralizimin e veprës së spionazhit për shkak të kompleksitetit të saj. Nuk është e lehtë të kapet vepra e spionazhit bashkim. Është goxha proces kompleks. Dhe mbi këtë bazë po them që Kosova me këto raste tashmë ka dëshmuar kapacitete për të neutralizuar kërcënimin që vjen nga rrjetet e spionazhit, mirë po në anën tjetër, po gjithashtu kjo e ngresh shqetësimin edhe për shtrirje të këtij fenomeni në përmasa ndoshta shumë më të mëdha.